Se një njeri që merresh me menaxhim artistësh që një personazh publik shqiptar pranon që është pjesë e platformës OnlyFans. Dëgjoj, ka diçka, OnlyFans ka dal pak nga ato normat e veta, sepse OnlyFans kur është hapur në fillim është hapur pikërisht për artistët. Ka qenë një platformë që është hapur për artistët, duke qenë se artistët nuk paguheshin mirë nga kompanitë, nga klikimet e gjërat të këtij lloji, u hap si kompani që artistët të kishin një platformë të drejtë për drejtë me fansat e tyre, ku postonin këngë, postonin video, postonin gjëra nga jeta e tyre, domethënë nuk kishte se ishte explicit për pornografi ose gjëra të këtij lloji. Doli nga rruga. Kur doli nga rruga, ishte pasi u ndryshuan pronarët dhe u një nga pronarët mori një 75% të kompanisë. Pronarët do ishin pervers me saj. Jo, ai merret ka live webcams dhe aty ishte ku ndryshoi çdo gjë për OnlyFans-in. Që ta pranoj një artist shqiptar që është në OnlyFans, është mendoj ne kemi akoma shumë tabu si vend, edhe është goxha e guximshme. Por jashtë ka shumë njerëz të showbizit që e përdorin, sepse realisht OnlyFans është një platformë që... Di disa emra për tyre ndërkombëtare që përdorin? Po, për shembull Bet Barbie bën gati $59 milion në vit. Në OnlyFans. Bella Thorne bën 100 ca milion $, Black China, Cardi B. Cardi B është në OnlyFans dhe është një nga top 10-ët më të paguara. Tani është pak, si me thënë, zhanri i rapit e hip-hopit. Tani në OnlyFans mund të postosh jashtëzakonisht çdo lloj gjëje, domethënë edhe duke gatuar mund ta postosh si një gjë njerëzit paguajnë të shohin live, të shohin postimet, si funksionon? OnlyFans është me subscription, që ti ke çdo artist ose personazh kushdo që të jetë, domethënë bën një subscription mujor, themi $5, $10, $15. Dhe pastaj abonim, po. Dhe pastaj për gjëra ekskluzive që mund kërkohen, është pagesë për person. Domethënë çfarë kërkon një person, nëse artisti pranon, po të kontakton në DM, bën request, dhe nëse domethënë artisti pranon, do të paguaj, po, personi që do diçka tjetër. Më dil live me Tigan ose të nxjerr personi në kokë. Po. Në qoftë se artisti pranon, i vën një çmim, domethënë se sa është. Mendoj se këto janë dhe gjërat që thotë Enca. Për një gisht ka shumë njerëz. Po për çfarë gishti pra? Tash unë nuk isha aty kur ish kërkuar Encës kjo kërkesë, por ka njerëz që kanë lloj-lloj fetishme të ndryshme. Domethënë ti nxjerr të gishtin kështu ti bënte like, se kuptova. Po, ndoshta i pëlqejnë gishtat e duarve, gishtat e këmbës, ka shumë njerëz që kanë fetish për 10 gishta, 15 euro. Po. Ka shumë njerëz që kanë fetish për këmbët për shembull dhe kërkojnë, sidomos në vendet arabe që Enca jeton tani, njerëzit andej duke qenë sa më të mbyllur, nga brenda janë më të egër.